Lugina e lumit të Kirit gjendet pa kilometra larg qytetit të Shkodrës në drejtim të zonës së Dugaxhinit. Vitet e fundit, lugina e Kirit nga ura shtrenjtë deri në Prekal ka filluar të tërheqë turistë vendas, por edhe të huaj, të cilët mrekullohen nga bukuria natyrore e kësaj lugine, rrethuar nga malet e larta. Përgjatë lumit ka edhe disa vaska ose pishina natyrale ku mund të lahesh me ujë shumë të pastër. Banorët vendas merren kryesisht me punë të bujqësisë, por verës ata mundohen të shfrytëzojnë edhe sezonin turistik duke mikpritur turistë nga gjithë bota. We are from Poland, actually. Vim nga Polonia. Është një vend shumë i bukur. Ka njerëz shumë bujar. Po kënaqemi shumë në këtë vend. Kemi bërë një tur nëpër Shqipëri. E nisëm nga Tirana në Shkodër dhe në fund do të shkojmë në Sarandë të qëndrojmë disa ditë. Natyra dhe ajri i pastër bashkë në këtë luginë e bëjnë Prekalin shumë fantastik. I'm Javier from Spain. Përshëndetje, unë jam nga Spanja. Kemi udhëtuar gjatë nëpër të gjitha vendet. Prekali është një vend tepër i bukur, qetësi e klimë mirë. Pastërtia kristale e ujit të lumit, ajri i freskët i maleve dhe pyjet që rrethojnë atë e bëjnë këtë vend tërësisht përradhor dhe vendin ideal për një fundjavë relaksi larg zhurmës. Në ujërat e ftohta të Prekalit rritet trofta e cila tashmë ka krijuar habitatin e saj.